Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin pas marrjes së informacionit se në fshatin Adriatik 3 shtetas ishin kanosur me armëzjarri, kanë organizuar menjëherë punën për zbardhjen e rrethanave të rastit dhe kapjen e autorit. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe operacionale, u finalizua operacioni koduar reagimi, gjatë të cilit u arrestua shtetasi me inicialet NN, 34 vjeç, banues në fshatin Adriatik Kurbin, për veprat penale mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit, dhe dëmtime të tjera me dashje. Ky shtetas dyshohet se me datë 22 gusht rreth orës 20 në fshatin Adriatik ka kanosur me armëzjarri për motive të dobta shtetasit NN 72 vjeç, MN 43 vjeç dhe AN 50 vjeç, babai dhe 2 djemtë të tij, si dhe ka goditur me grushta shtetasin 50 vjeçar. Gjatë kontrollit në banesën e të arrestuarit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale armën e zjarrit pistolet, me të cilën dyshohet se ka kryer kanosjen, 2 krahra dhe municion luftarak. Materialet procedurale i referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.